Ngjarje tragjike u shënua në rrugën e Arbërit ku një 39 vjeçar Klodian Kulla humbi jetën pasi u vetholl nga një urë metalike duke dhënë fund jetës së tij. Policia po e trajton ngjarjen si vetvrasje në kushte të rënduara depresioni pasi të dhënat e para të mbledhura në vendngjarje dhe dëshmitë e familjarëve çojnë në këtë pistë. Sipas burimeve hetimore, familjarët kanë treguar se për një periudhë të gjatë i riu përjetonte situata imagjinare duke menduar se dikush po tentonte ta vriste. Ai ishte trajtuar me psikolog dhe medikamente, ndërsa kohët e fundit familja kishte kërkuar vendimën e një hoxhe për mbështetje psikologjike dhe shpirtërore. Megjithatë, duket se asnjë nga këto metoda nuk arriti ta stabilizonte gjendjen e tij emocionale. Klodiani frekuentonte shpesh zonën e Tujanit për shëtitje, një rutinë e njohur për të, ndërsa asnjë shenjë konkrete nuk paralajmëroi aktin ekstrem të së mërkurës. Policia ka kryer të gjitha veprimet e nevojshme hetimore lidhur me mundësinë e ndonjë konflikti, por ka rezultuar se 39 vjeçari nuk kishte probleme me askënd. Uniformat blu po vijojnë verifikimet, ndërsa trupi i pajetës dërguar për ekzaminim të mëtejshëm mjekëligjor.